ish presidenti i Republikës, ish kryetari i parlamentit dhe ish kryeministri i vendit Ilir Meta, aktualisht kryetari i partisë së dytë më të madhe opozitare, Partisë së Lirisë, i burgosur politik, u paraqit dje në sallën e gjyqit, i ndryrë në kafaz xhami, sikur të ishte një terrorist i rrezikshëm, ndonse ndaj tij nuk ekziston absolutisht asnjë provë e faktuar për ndonjë vepër penale të çdo natyre qoftë ajo. Ky akt çnjerëzor brutal, i urdhëruar direkt nga Edi Rama, riktheu para shqiptarëve skenat e gjyqjeve politike staliniste të Enver Hoxhës, babait shpirtëror të Edi Ramës dhe skulptorit xhelat Krista Qerama, babait biologjik të Edi Ramës.